Profesor, ajo që u vu në pa gjatë këtyre hetimeve dhe intervistimeve u pa se një pjesë e vëzhguesve, pra ta përgjithsojmë ashtu, janë vendosur në pozita pa ndonjë kriter, duke qenë se për të njëjtit ka dalë se kanë qenë të dënuar për vepra penale më herët, po ashtu njëri prej tyre u dha informacion në fakt u raportua se ka qenë edhe i përfshirë në një tentim vrasje. Çfarë do të thotë kjo, profesor? A do duhet të vlente e njëjta pra sikurse edhe për komisionerët që nga gjykata hetohet e kaluara e tyre penale, sepse e njëjta gjë nuk ndodh edhe me vëzhguesit? Po patjetër është përgjegjësi absolute subjekteve politike, të cilët i propozojnë këta trupa, këta individ në trupat punuese në përqendra votimi dhe vendvotime, dhe ata do duhej që të bëjnë seleksionimin pozitiv, sepse procesi zgjedhor dhe drejta elektorale, demokracia elektorale është e shenjtë dhe është veprimtari që do duhej të ishte 100% përputhje me kushtetutë dhe me ligj, dhe subjektet politike kanë për detyrë që njerëzit që i propozojnë atje të jenë edhe të sigurt, edhe të ndershëm dhe kredibil, dhe në asnjë mënyrë të tillë që janë aq më tepër recidivist, po në asnjë mënyrë as të tillë që nuk janë të përgatitur profesionalisht për ta bërë atë punë, sepse aty ka edhe trajnime për trajnime, shpesh nuk ka kohë pikërisht subjektet politike gjatë proceseve elektorale kur i propozojnë këta njerëz, i propozojnë me vonesa, dhe Komisioni Qendror Zgjedhor pastaj edhe ai do duhet ta bënte verifikimin e këtyre njerëzve. Nuk ka kohë dhe kështu me vonesë në cajtnote kohore ndodhin që të dërgohen njerëz jo të militantë të cilët edhe mund të vendosin për gabime të tilla dhe inkriminime, shkarje të tilla, pra veprime që mund trajtohen si vepra penale potencialisht pas proceseve të gjykatave. Prandaj po është përgjegjësi primare dhe absolute e subjekteve politike dhe ato nuk mund të largohen nga kjo përgjegjësi tani, po përgjegjësia atyre është vetëm politike. Sa alarmante është kjo, profesor, që në pozita të tilla të vendosen persona të tillë, pra që kanë, nëse mund ta quajmë, të kaluar kriminale, sepse nëse kanë qenë të përfshirë në tentim vrasje dhe ashtu edhe i bie. Është gjithsesi alarmante, gjithsesi është e papranueshme dhe një gjendje amorfe e subjekteve politike të cilat, si duket, më shumë e kushtojnë rëndësi që të grumbullojnë njerëz aty për hir të votave, pra të fusin partitë e tyre, madje edhe në trupat punuese, që është shumë rëndësi, e jo edhe se çfarë të kaluara në aspektin e nderit, etikës, moralit, virtyteve, pra ndershmëritë të tyre në përputhje me ligjin. Pra, përsëri është përgjegjësia subjekte politike që vetëm grumbullojnë njerëz aty sa më shumë, por sa më shumë vota, dhe jo që të marrin njerëz të cilët i bëjnë derë edhe partisë, edhe shtetit, edhe në këtë rast institucionit në të cilin delegohen për të kryer punët në procesin zgjedhor. Kenan, a do duhej realisht që të kishte një lloj kriteri